Pyetje e para nuk kam gjeni se çfarë cilat gjëra din Ilir Meta më shumë se ç'di unë, mund të di, sepse çdo njeri ka dhe është normale, sepse ju e dini që ajo ngjarje ka në bazë falsifikimin, dhe aty fillon falsifikimin, manipulimin e një regjistrimi të ish ministrit të ndjerit Dritan Prifti, i cili për hir zvërtetës mendoj se do mund të më bënte presion, po unë i thash, sa dalish nga dera ime bëje publike, pyja mund, s'mund marrë kushteni, po se erdhi jo, kam ikshë, kështu që Ilir Meta mund të ketë gjëra për të sqaruar më shumë se sa në këtë drejtim. Aje çoja te thuja. Jo, e çoj vetëm regjistrimin në një institut italian shumë serioz është ai. Dhe ata deklaruan që është 28 herë ose 27 herë copy-paste. Manipulua e ka bërë Edi Rama me Filip Çakulli. Unë i kam denoncuar këto, po kjo është tjetër punë. Shpresoj që të merren me seriozitetin më të madh me këtë çështje. Nuk di se çfarë bëj. Tjetra, cila do jetë çësia juaj me kryeprokurorin e ri, duke qenë se Altin Dumani ka nisur countdown-in dhe përfundon mandatin. Së pari nuk kam asnjë kryeprokurori i ri nuk është caktuar akoma, po ky që është propozuar nuk kam absolutisht asnjë dhënë. Janë 4, doktor, 4. 4, A pse do të thënë nuk është Adnan Xholi, Klodian Brau, Dolores Musa. Jo, unë nuk kam asnjë lloj preference, pik, dhe të them qëllimi im varet ka apo jo lidhje me krimin. Kaq është, asgjë tjetër. Në qoftë se unë sulmoj sot Altin Troplinin, sulmoj sepse kam identifikuar, kam vërtetuar lidhjet e tij me krimin. Asgjë tjetër.